familjen muslimane, pasi falin namazin e mëngjesit, i drejtohen xhamive dhe bëjnë një lutje të veçantë që quhen tekbiret e Bajramit. Çfarë janë tekbiret e Bajramit? Janë madhërimet ndaj Zotit, duke thënë Zoti është më i madhi, ai meriton të falenderohet për suksesin që na dha, që e kaluam këtë Ramazan me sukses, të lehtë dhe Zoti na i bëri shumë të lehtë edhe në fund fare gjithë besimtarët gjatë gjithë ditës Bajramit falin dhe Bajramin, urojnë njëri tjetrin besimtarët, urojnë familjet, komshit, që të kaloj një vit i mbar për ta, të ketë prosperitet, të kenë mirësi, begati në familjet e tyre. Është vizita që bëjnë me njëri tjetrin, sidomos brenda familjes, brenda fisit, te komshit. Përpara se të falet Bajrami, besimtarët që kanë agjëruar në veçanti, ata japin zekatin e fitrit. Është ndihmat ushqimore si pastrim për veten e tij edhe për të qenë solidar dhe me atë që s'ka, që siç feston ai Bajramin, ta feston ai që nuk ka mundësi. Lihet me janë çdo mërzitje, çdo mëri, çdo smir, atë ditë është dita e solidaritetit, dita e harmonisë, e bashkimit.